Gjykata e Lezhës ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe ka dërguar për gjykim Ruben Sarajevën, shtetas portugez i akuzuar për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulajin në Shëngjin në 19 mars 2023. Gjyqtari Renis Shehi miratoi kërkesën e prokurorit Frances Ganaj për të kaluar çështjen në gjykim, ndërsa i pandeori Sarajeva u përball me akuzat për vrasje me paramendime kryer për gjakmarrje dhe armbajtje pa leje. Në seancën gjyqësore që zgjati rreth 3 orë, avokati Ruben Sarajevës kërkoi pushimin e çështjes, duke pretenduar se nuk ishte prova që implikonin klientin e tij në vrasjen e Nikulajit. Kërkova pushimin e çështjes sepse nga provat që janë në falsifikim gjyqësor nuk vërtetojnë që Ruben Sarajeva të jetë autori i kësaj vrasje. Gjithsesi, kjo do t'i nështrohet hetimit të gjyqësor në themel dhe aty do shikojmë pastaj si do vendosi gjykata. Po gjithsesi mos harrojmë që janë gjykata shkallës parë, është apeli dhe kështu me radhë. Kështu që janë disa gjykata që do ta vlerësojnë nëse ky është autori i ngjarjes apo jo. Gjykata vendosi ta kalojë çështjen në gjykim, ku do të shurtohet nëse Ruben Sarajeva është autori i ngjarjes ose jo. Ardian Nikulaj u ekzekutua në hotelin e tij në Shëngjin si pjesë e një konflikti të gjatë hakmarrjesh midis familjes Nikulaj dhe fisit Lex Takaj, që ka shkaktuar më parë viktima. Vrasja e Nikulajit u dyshua të ishte pjesë e këtij zinxhiri hakmarrjeje. Ruben Sarajeva u ekstradua në Shqipëri me 31 dhjetor 2023 nga Maroku pas një kërkese të autoriteteve shqiptare, që nga ekstradimi ai ka qëndruar në parabukim dhe ka mohuar lidhjen e tij me vrasjen e Nikulajit. Për ngjarjen janë të akuzuar dhe 4 shtetas britanik që ndihmuan në krim dhe Edmond Haxhia, i dyshuar si organizator dhe porosici i vrasjes për motive gjakmarrje. Ekstradimi britanikëve pritet të ndodhë brenda pak jave për të përballur me drejtsinë shqiptare.